Në vazhdon e dokumenteve ekskluzive që media gjëzjet disponon, përveç se masterplanit Genesis për Zvërnetin, e cila është vetëm maja e icebergut, ne kemi mundur të sigurojmë masterplanin sekret për ndërtimin e New Apollonia, i projektuar nga një studio ndërkombëtare në bashkëpunim me Lob Plus Partners. Në krahun tjetër të lumit Vjoz, pikërisht aty ku mbaron qarku i Vlorës e nis pjesa e Fierit, shtrihet gjysma tjetër e të njëjtit plani masiv urbanizimi që mban emrin Apollonia e Re. Ky projekt, i konceptuar si një qytet tërësisht i ri artificial nga studioja ndërkombëtare, parashikon ndërhyrjen mbi një sipërfaqe prej plot 600 hektarësh në brezin bregdetar të Pishporos. Edhe pse dokumentet gjeografike të vetë projektit pranojnë se vendi i përzgjedhur është një ekosistem jashtëzakonisht delikat, i përbërë nga këneta, dunarëre dhe pellgje me ujë të kripur, plani teknik synon transformimin rrënjësor të këtij areali të mbrojtur mjedisor për të akomoduar një popullsi masive prej 39.000 banorësh.